Në skajin veri lindor të Italisë, aty ku Adriatiku takot me kulturën mesdhetare dhe atë të Evropës qendrore, shtrihet qyteti i bukur i Trieste. Një qytet me aromë deti, me ndërtesa elegante austro-hungareze dhe me një histori që duket në çdo rrugicë e shesh. Trieste, këto ditë të pranverës, është plot gjallëri. Në shetitorin buzdetit sheh turist nga vende të ndryshme, biçiklist, student dhe vendas që shijojnë kafen në lokale tradicionale. Qendra e qytetit dominohet nga sheshi i famshëm Piazza Unità d'Italia, një nga sheshet më të mëdha buzdetit në Evropë, ku ndërtesat historike reflektojnë madhështinë e dikoshme të perandorisë austro-hungareze. Një nga atraksionet më të vizituara mbetet edhe kalaja e Miramares, e ndërtuar mbi brigjet shkëmbore të Adriatikut. Pamja aty të lë pa fjalë. Deti i kaltër, anijet që hynë në port dhe horizonti që bashkon Italinë me Ballkanin. Në rrugët e qytetit dëgjohen shpesh edhe gjuhë ballkanike, pasi në Trieste jetojnë edhe punojnë shumë shqiptarë nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Përveç bukurisë turistike, Trieste ka edhe një port shumë të rëndësishëm ekonomik për Italinë dhe rajonin. Pozita e tij strategjike e ka bërë qytetin një urë lidhëse mes Evropës perëndimore dhe Ballkanit.